Një vajzë po përballej me vështirësi për të paguar universitetin, kur papritur mori një mesazh privat që nuk e priste kurrë. Brenda pak javësh, dikush i dërgoi $5,000 për t'i përfunduar studimet. Por kush fshihej pas këtij gjesti? Historia nis me Jamie Causey, një studente 21 vjeçare që po përpiqej të përfundonte universitetin. Ajo ishte në semestrin e fundit, por kishte një problem të madh. Parat për të paguar studimet po i mungonin. Jamie vendosi të fliste hapur për situatën e saj në TikTok. Ajo tregoi se ishte personi i parë në familjen e saj që po ndiqte universitetin dhe se po e kishte shumë të vështirë të përballonte shpenzimet e semestrit të fundit. Por ajo nuk e kishte idenë se videoja do të shihej nga dikush që mund t'i ndryshonte krejt situatën. Pak kohë më vonë, Jamie mori një mesazh privat. Në fillim mendoi se ishte thjesht një mesazh tjetër nga TikToku, por kur e hapi mbeti pa fjalë. Pas mesazhit fshihej Olivia Rodrigo. Këngëtarja i tha se i pëlqenin videot e saj dhe se e shite si një person pozitiv dhe plot energji. Por më pas erdhi pyetja që Jamie nuk do ta harronte. A ke vënë mo që të dërgoj disa para? Jamie nuk po e besonte atë që po lexonte. Ajo i tregoi se kishte një llogari dhe se çdo ndihmë do të ishte e jashtëzakonshme për të. Dhe disa javë më vonë erdhi konfirmimi. Olivia Rodrigo i kishte dërguar $5,000 për të paguar universitetin. Kaq mjaftoi që Jamie të mund të përfundonte semestrin e fundit dhe të merrte diplomën. Më pas ajo publikoi një video falënderimi, duke thënë se Olivia nuk i kishte pasur asnjë detyrim dhe se thjesht kishte zgjedhur të ishte e sjellshme me një të panjohur. Dhe ndoshta kjo është pjesa më interesante e gjithë historisë. Një video e zakonshme në TikTok, një mesazh i papritur dhe një gjest prej $5,000 që për një studente mund të bëjë të gjithë ndryshimin.